Përshëndetje të nderuar televizionistë të Akrolis TV. Jemi në emisionin Kuvend këtë të premte. Kam ftuar një person interesant, shumë interesant. Do ta kuptoni kur të filloj dhe kur të mbaroj ky emision i kësaj radhe, për një ngjarje që është një ngjarje shumë e rëndë para 50 viteve. Lidhet me atë që u quajt qeni ujk i Kaqinarit. Pra para 50 viteve që bëri dëme njerëzore të theksuara dhe krijoi një frikë, krijoi një stres, krijoi një ankth për gjithë krahinën e Mirditës dhe ato që ishin okoll e saj. Kam pash Frok Palin, i cili ishte heroj i datës 23 maj 1976. Dhe kam ftuar sot për të folur pikërisht për këtë ngjarje, sepse ky është shpëtimtari i jetëve njerëzore, edhe pse u morën disa jetë njerëzore, po mund të ishin edhe qindra të tjerë. Pash faleminderit që ka në emision sot me mua. Mirë shoqëri, faleminderit shprej teje. Shikon, në Kuvend, kështu ka titullin e emisioni, dhe në Kuvend ne bëjmë për gjithfar llojesh, fusha të ndryshme, kështu dhe flasim lirshëm, kështu me radhë. Por edhe sot do bëjmë një lloj kuvendi, po një kuvendi që na sjell në një ngjarje shumë të rëndë që ka ndodhur para 50 viteve. Ajo që më bën përshtypje, që ju keni bërë 50 vjetorin asaj ngjarjes. E keni bërë me miq tuaj dhe i kemi edhe pamje, edhe kështu që do ilustroj. Pse bëre 50 vjetorin? Pse? Unë e kam pas menën dhe e mbajshëm në menën time kur do t'ja bëjni një darkë kësaj gjëje trishtueshme. Edhe mas jam të folë para teje, unë ato preshin paqe, ato që në fat keq të shkret që lanë jetën e vdishin nga një shen, nga një ujk i tërbum, që ato vujtën dhe me dek nga tërbimi. Edhe kam thënë, tashtin, akht marë me e ban, më vike dhe të tërpë, se thëshin, pse më borët kitash? Që do me të regu? Në vjen kesh për institucionet dhe shtetit, dhe kësaj kohë. Kërësisht për bashkinë e Poks, edhe bashkinë e Mirdis, po kërësisht bashkinë e Poks, që ajo, unë ata e kam nalu e gërësërin, se shka pas 500 metra me një ke shkolla. E shkolla në Çfarë vendi? Ke shkolla në Gjegjën, 600 metra. Imagjinoj, ka shumë nxënës që ka pasur. Po, ka shumë nxënës, ka shumë njerëz që ishin rrugës. Dhe ai nuk pit ka shef ke hande. Absolutisht, ngjarje të tilla, prandaj, domethënë, unë e mora kështu kur më njoftuan dhe më thanë që ti ke 50 vjetorin, zakonisht njerëzit bëjnë për vjetorit e ditëlindjeve e me radhë kështu, dhe ti për një lloj kështu. Por thash me veti, Pashku nuk është 50 vjeç, po është 74-75 në të kufi. Por është duke bërë 50 vjetorin e një ngjarje. Që do thotë, unë si e konceptova unë. Domethënë, Pashku do kishte mush 50 vite, sot do t'ishte nën tokë. Fiks. Okej. Dhe çfarë ndodh jeta njerëzore është e çuditshme. Është e çuditshme. Dhe pikërisht ai Pashku që do ishte nën tokë, si ato 13 vjet që u vranë brutalisht, dhe vdiqën brutalisht nga një qen i tërbuar, Pashku është pikërisht ai i cili jetoi me sfidën, e sfidoi atë moment dhe jetoi me sfidën e kujtimeve, 50 vite, sepse janë kujtime që nuk shlyhen dot. Kështu që këtë realisht unë e mora si një nderim, në fundit, një nderim për veprën që ke bërë ti, por nderim edhe veneracion, kujtimi edhe për ata që nuk jetojnë më. Zoti gazetar, unë e kishin vëmendje, po me këtë vëmendje më përkra jo njerëzit e mi, nuk më kanë përkra. Vëllezërit e mi, as nipatas, më ka përkra vetëm dhëndri djali Pranj Toms, e në dhëndri tjetër, ato dy më kanë përshnet, më kanë përkra edhe fëmijët e mi. Po, për ta bën, edhe unë kam thënë, a mos tërpërahem. Po unë do ta bëj, kam thënë, këtë 50 vjetorin dhe për t'u ngushëllu ato viktima pa fat. Po, bravo. Edhe unë kam bo, s'kam bo me nipas, me mesa, kam bo vetëm me shok të mi që më kuptojnë.
Dhe të kanë kuptuar. Edhe më kanë kuptu, kanë ardhë, dhe 6-7 vetë, ka bëjë hona, bëjë me muzikë, është bëjë një organizim i përsosën, edhe nuk jam pishman që a bëjë, nuk kam dash me bëjë ma për para. Kina resort famshëm të kinemave botërore, apo ekzibicionet tilla, si po i themon me këtë gjuhë, do më thënë i bëjnë filma veçanta, apo do të edhe nga herë kur po shifsha ato, që ne do ta transmetoj Gledi që kemi aty ato pamje që i shohim, dhe kur po shifsha Pashkun duke kërcyer me shokët e vet, kisha ndyel Kovaçin duke kënduar etj. Dhe por më dukej si një vallëzim me vdekjen, por në fakt ishte vallëzim me jetën. Kjo që është shumë e veçantë. Brava. Sinqerisht, edhe po ta them prapë, regjisor, tuj do i kishin bërë film të. Jo, Do kishin bërë film. edhe unë i përgëzoj gjithë ata që kanë ardhur aty. Personalisht kishim një di vajzat vajzë, njëna mosh mini 20, qeta 20, që ata shkretët hik erdhen prej aqesë vajzës pa të mësim marë, edhe ishën përkushtu me këto, për të kësejt për të bëha henjë. Edhe gjithë shokët e mi i përkrahajnë ata vajza. Edhe e këthejnë një ditë linje ose një ditë martese të famshme, edhe u bë shumë e gëzushme atë ditë. Shumë ndërkohë atë ditë ka pas, sepse unë para disa kohësh, në fakt edhe disi merdi njohje për ty, unë të kam njoft ty, edhe të kam njoft dhe përmes një shkrimi shumë të mirë të Aleksandr Ndojës, që është kolegi imi, edhe mbi shkrimin e Aleksit ne do rrim, do ndalem në disa pika që unë kam nxjerr, aty kam marrë informacion më shumë, po faktikisht njohja me ty më ka ardhur në mënyrë tillë, sepse unë jam person që ku ka ekspozita kam qef t'i shoh, ekspozitat e pikturëve, fotografive me radhë. Dhe ndodhi ke Pallati i Kulturës Dednu Lazari në Lezhë, ndodhi që hy shpesh herë ke Galeria e Arteve dhe hyr aty. Kur hy gjej Leonardin, që ka ardhur përgjegjësi i ri, piktori i mrekullueshëm, dhe gjej atje mbrapa sy sa hyna, mbrapa sy një pikturë aty. Pash një qen, një kështu luan të ira, edhe mu du këshu dhe i them, po ju qash, ta këshu. Qa thu, dhe po, sa ka 50 vjetorin, dhe jam të bon për 50 vjetorin e ti. Edhe këtë pikturën dhe një ti e ke shpia. E kam ke shpia. Se e kisha dit aty. Po, edhe ati piktorit të kërkej falje, që unë e kam stresuaj. Po, sepse ke për ta bo, jo për ta bo, se nuk ishte kollaj me bo. Po, ja ke thënë fabio. E kam shu dhe ke veni gjajës. Jo, ma e ke shu atje. Edhe që e ka vu tabelin, ku kam vrau. Edhe unë nuk du t'i kritikoj ato familjarët, po ato ti familjarët që kanë ngele atje, që kanë vuj tabel, që kanë dek tu, në ato kanë bë gabim. Jo, mirë, ne që mos, okej, mos kene me tesë sepse shko. E kam shua që, edhe e ka filmu venin, po kishtë të vështirë me bo atë pikturë. Po aji ka talent, prava që ofte bani. E bani sigurisht. Sepse ti ke bo një identikit. Unë i ka bo një skis, i kam kaltu që është originaliteti. Po, ku është njëra makinë, po, kjo ka qënë to, kjo ka këtu. Mirë, shiko, që ne tani për të rishikusit t'ja bëjmë pak më të qartë dhe t'a shohin pikturën me radhë, ne, unë kam qenë tek shtëpia jote sot para se marrë në emision, edhe kam bërë një kronik të shkurtër, ta ndjekim atë kronikën dhe pastaj rikthehemi sërish në studio. Pra ndjekim kronikën nga shtëpia në Spitën ku jeton Pashku, edhe kthehemi sërish në studio. Pikturën e ke bërë me rastin e 50 vjetorit të ngjarjes. Me Leonardo. Pas që me bë festën pakte. Pakte, bravo. Atëre, okej, ma shiko pak pikturën? Piktura. Unë ja kam shteruar, kam marrë, kam shua që ku kam vrau unë. Atë piktori. Leonardi. Edhe ja kam shpigu shë rruga. Shë veni nga vo dhe tabelin dhe që shë veni ku është ku kena vrau. Kam qenë 3 makina, kjo makinë, kjo pozicion, kjo makinë, e unë i fundit. Këto roja ka pas pushën Sibër. Roja Sibër? Sibër, a i si ka pas pushën. Po? Ato i kanë marrë pushën e ti. Uku vinte drejt i mbejë. Sepse ti i thu Uku? Po, Uku, a i kafsha të rëbuve. I ka marrë pushën e ka zhyt drejt i mbejë. A i vike drejt i makinës teme, si ishtë rrath 70 metra lashtë. Si. Në momentin sa ka shite ato, ka pres pusha ka të krej dalej, edhe ka shuj ka hek pushën nga dora. Edhe ka kap në këri. Okej, piktura se do sërim atje më thellë. A i qëti, ta nga hell, gati e ka në komplet panjenja, ka dek shush për të shpital. Po, ky shoferi ka vdek? A tjeti, po, ka dek shoferi. Po? A tjeti me dorë, i ka put digishta, e ka kafshu në ata.
Po. I ka lënë atë pa njëjna. Edhe unë i kam thënë ati rojës edhe ka marrë të tek zhag, atë parin e ti që për kraj zhag ka unin djetra. I thash ati punëtore që ishë me vej, i thash, a dalim? Jo më delë, thasë kja u për i shmeqta, të pa 400 copë, po ashe e boni ata, atine? O thash më rrej pa delë. Së në kam dhe shak, mos me delë gabëm shakit, popli si ti nuk i dole zë shokit. Po, okej. Po të të haje, dhe të haje, unë të desë më ata. Atëherë jemi te piktura në momentin kur ke dalë nga makina. Kam dalë nga makina, kam marrë që këta pa mbajet në sëdile të të që ishte gojmë trupet, Po, sa më ka pa mu, e ka nën ata ka plu pushit nga unë. Edhe ma hell kështu, 3 metra për para, hell, me mvu kam gjaks. Momenti që ka qenë të mvu kam gjaks, i kam bra për midis koks. Koks, po. Edhe ja do koka komplet dhe ka bërtej. Edhe kur ka rënë to ka qenë dirë keshak për eshi, 2 metra hava. Interesant. Një herë i kam ra. Okej, se do flasim më gjatë atje. Tani kjo është pak a shumë gjithë që më shpjegoi Pashku, është e fokusuar tek telajo këtu përmes durve të piktorit talentuar Leonard Lesi, edhe ke shkruajtur kujtim Pashk Palit që mbyti ujkun nga Leonard Lesaj, 23 maj 2026. Ja, kjo është, ndërkohë këtu kemi leven. Pra kjo është leva. Ashtu merre pak leven që edhe herë ta E kam rujtë, është 50 vjetë. Pa, sa rëndësishme është kjo që e ke rujtë, pra mendoj si mos ishte. Ka edhe të shkru me këto. Po si çka ke shkruajtu? Kështu kjo është leva që vrau ujkun e Kashinarit, 23/5/2076, nga Pashk Frak Pali. Shiko, kjo është shumë e veçantë dhe vërtet që po të mos ishte kjo nuk do vite ngjarje reale, kështu vjen ngjarje reale, shumë sisteme, edhe qeve që do t'i hanë pas meje. Po. Edhe pikërisht kjo levë. Kjo levë ka shpëtu shumë njerëz nga gjeshti. Okej, unë do ta bëj një pyetje në studio për levën, po jo tani. Tani s'po ta bëj, do ta bëj në studio tani. Okej. Ndërkohë që këtu ke emrat. Tu kam emrat e ndjerëve. Po. Po preshin pashë këta, ju kam lënë zojen këtu. Bravo, Pashk. Krishtin dhe i shoh me mazë, këtu kam shokët e mi. Po ja ku jemi Kolçubi që ti përmend. Me rrallë, kam dhe shokët Simon Dresa, Zef Kola, Prenk Kola, Pjetër Kola, Simon Frogu, Gjela Frogu, Prend për Kola, Çun Pima, Markalia që ka qenë shoferi, e Nikol Gjoni prap shofer dhe ky pra 2 shofera, mund të jetë 2 emra të tjerë. Do ta them atje, që kjo levë nga ndryshu totalisht jetën tënde. Që të ka ndryshuar jetën totalisht. Edhe si vëllezër kemi ja këtu, e kemi zënë vend që më janë hap komplet portat këtu. I kam pru prika shteti i kam ullë këtu. Edhe kanë marrë 60 dëlim këtu, nga shteti që erdhi, pa lek, pa poll, në saj qëti u. Në saj leve. Në saj leve. Pra ne ti e masi të shenjt. Pa, masi shenjt se më ka prunë këtë vend, shikjo leve. Ka prunë këtë vend, pa, e qartë. Mirë Pashk, jetë gjati nuk bëhet jetë shkurt. Faleminderit. Edhe është fati i madh që ti ke shpëtu dhe ke shpëtu edhe mirëditën atë kohë, sepse do kishte bën namin. Po zotën po. Të falenderoj. Atë po mbi të gjitha të falenderoj për këtë që ke krijuar një kënd muzeal. Të thjesht, po ky është një kënd muzeal që do ta kishte lakmi çdo muze i botës. Të siguroj për shta. Faleminderit gazetar, jetë gjatë qash, se e vlerëson edhe të lumë. Ma mirë vonë se kohë. Shiko, aty kemi folë për pikturën, kemi folë për emrat që janë të listuar, që i ke listuar aty, edhe ato ndrimin që i ke bërë përmes figurës së Zojës, se me radhë është një mrekulli hyjnore, edhe në anën tjetër folim edhe për leven, Tani leven e kemi bu mu këtu mballin, ja. Kjo leva këtu, kjo është leva me cilën Pashku ka vrarë qenin ujë Kashinarit para 50 viteve, edhe kjo duket si qifte tani, po bravo, se një artefakt i tillë, faktikisht si kishte rënë në mend edhe muzeut kombëtar me bën mënyrë të tillë. Kështu që sinqerisht ke falënderimet e mia për të. A kthehemi Pashk, themi pikërisht ato vite që njerëzit kuptojnë si ka ndodhur kjo ngjarje. Ti ku ke qenë, si ke qenë, a ke marrë vesh më para ato që ndodhi. Pra, jemi në vitin 1976. Bëj retro memorjes dhe shkojmë në ato vite. Është
Unë ato persona që kanë qenë shofera 2, edhe unë 3, unë njonin kam marru kurset me ta benzinës edhe të naftë, se kam pas shumë shok, mbëshatar, që mërsh në rëndë drusore në Kashinare, që ishte në Lesh edhe në Shëngjin. Edhe hesh në bashkë. Po. Kurse ki Nikola, u bashkuat atë ditë me ne, atë darkë, harëm bukë në shpalë, të di, edhe fletëm në afër shpalit. Mirë disë, 3 makina. Po, 3 makinat. A ashtu dhe ishi nisë për Kashinar? Na e shishta mes për të marrë punëtor, edhe për të dalë nga Kashinar. Ato ishin para meje, edhe unë Masatine. Të 2 shoferat? Të 2 shoferat. Shok të u ishin para ti? Unë mora e punëtor nga domi i Zhezhnit, i burë 60 vesh. Ato me këshën për të marrë punëtor tjerë ma sipër, atë ku ka ndodhë gjaja e ogut. Nga Irat ju, nga Shpali nga Irat? Nga Shpali, ka Shavben, në Zhezhen, edhe me marrë rrugën e Kashinajt. Me rrugën për mund gjithë si për Bjeshkët. Rrugë Kaldram. E vështirë, po për Bjeshkët. E lirë asfalti, në 20 km me të në Kashinajt. Edhe ato ishë një 130 metra largë meje. Në largë meje, pa. Ato ishë në afër një i qëtë, së më mbora këtë punëtorin. Edhe ato në lunë. Në lunë, pasë në qenë në lunë, se pasarë kjo... Ju qeni? Kish kafsha e tërburë, ju ka kalu poshtë makinës parë, poshtë makinës ditë, po makina ditë ka pasi një roje me armë Gjermane në karrozeri. Ishte banori Kashinarit? Ishte banori i një lagje që ishte alas ishte shukë lagje vetë në Zhezhen, për zbë. Pra kjo ishte sipër në karrozeri? Sipër në karrozeri. Me Gjermane? Me pushë Gjermane. Edhe ato kanë në luë, ugu. Një kafshë madhe. Mirë, ta e kanë në luë me idin një uk? Ato kanë në luë sa është ok. Po jo se... Jo se është... Jo se është e që kishte... Se kishte sa ditë kishte... Nuk dike ku gjo se kësha ka nëdhë në darkë. Se ka nëdhë në darkë nga Shinare. E pra, ka nëdhë në darkë. Prit një minut, ka nëdhë një ditë para? Jo, ka nëdhë në 7 darkë nga Shinare. Po pra, a ditë, pra... Edhe aje ka fshu në darkë, ka hecë, e këtu dërë drita, ka më rrinë Zhezhen. Edhe i herë, pra ne jemi si tush, po theme Hana që mund të keqen. Kjo ka nëdhë ditë në jete, a shfaq kjo qeni, i tërbur, a shfaq në Kashinare. Ka hangër lop të herë për para. Ka hangër lop. Rreth 30 lop, sa më këtë? 30 lop kooperativës. Po, dhe ato ngordhen me i herë. I kanë ngordhe, i kanë grupas. Edhe i kanë grupas, po. Tani ndërkohë, ky ka shku pasaj, ka hasë në qendër kooperativës. Në qendër kooperativës, dhe ka hasë të... Në qendër kooperativës, ka qenë të fikë traktoristë e nimësi, më në qendër, ke rapi. Ato kanë dalë, i kanë bërtit ati, se po hik ujgu i malë, po hik. Ai, sa i kanë bërtit, to i ka këthi dalë, i ka hojë të di, ka hojë traktoristin e nimësin. I ka kafshu dhe kanë vdik me i herë ata? Ato kanë vdik në spital, po për 3-4 ditë kanë vdik. Po, kanë vdik për 3-4 ditë. Atëherë kanë dalë 4 vlezën. Si 4 vlezën? 4 vlezën? 4 vlezën kanë dalë. Me spata, me shata, me hoa, me mbit. 3 janë për lesh me ta. To i ka hojë të 3. Një ka hip mështëll elektrike. Shi. Edhe ka pështu. Të 3 vdicin këta? To kanë dek të 3. E të mërsh. Kanë dek mërën e 5 ditë të 3. Një familje, 3 dim, një babe. Kanë dek për 5 ditë. E të mërsh. Nga 37 vesh dhe 24 vesh. Ashe. Dhe një ka shpëtu? Një ka pështu si ka hipa që sipër. A një fësot të ti? Ja, a i mduket ka del mensh dhe i ka vdek pak ma vënë. Mas një 7-8 vite. Ka kalu në kriz. Dhe ka vdek dhe aj. Atëherë ki ka shku në qenër, ka i ka harë fërtajnë në ke forra, ka harë një mësë fërtajnë, ka harë guzhinjeri, ka harë njërës tjerë, shumë pima me pushë Gjermane në vendërëje, ka shumë me harë, ka gjytë nda, ka harë në ata, ka dek naj. Edhe ai që ka qenë me pushë? Dekun me pushë, në vendërëje. Sepse ka një hipotezë sikur ky ka qenë i përgatit do më për të marrë dhe pushën. Do ma thush mu se ti e ke po me sytë tuj, unë po me sytë me kur ja ka hekë dhe shoku tim. Po pra, atë do na thush se do vim ka jo, po i herrim të kjo. Po. Edhe këte rojen që ka qenë me pushë Gjermane, që pushë Gjermane, 1 kilometër pushë Gjermane që qëtë fare, a e kupton? Jo, është si e thonë nga shumë të vjetër, para ujkut, robi rënqethët, edhe tremet.
dhe ai ka gabu, s'ka ditë mja mbajt, që do të ishte vrau. S'ka ka ditë mja mbajt, ka shku ka hanë për libe. Edhe në qithë është i frikshëm. Edhe, më në fund, kanë përtit popli, ka përtit e i drejtori i shkollës, që është pushka, që është zhurma, e ka shku drejtë në barë, e ka harë drejtori e shkollës. Edhe vdishtë e drejtori? Edhe drejtori ka dek. Drejtori i shkollës? Po. Pas ka qenë rrezik me hangër kalamajt? Po, ku i pitë ke për fëmijët? E ka më në fund ka dali shojshë, ka thënë që jetë ishim për mbitë borin mu. Po. Ka harë dhe ata. Ka shku ka harë edhe të shoshin e drejtori i shkollës? Në këtë kohë nuk ka pas mojën, fut njërës jenë shef. Po, në për... Ka e policia, alme mu, ka e policia ushtëria, edhe ato me kanë thënë që ashtë burra kanë qenë sa janë friku, kanë hi, hapshën dere në makinës e hishën zirët të bradhjës. Jo me dalë me mbja njërësit në përferra. Se njërësit ishin trumhas? Ishin përferra njërësit. Shkun përferra, imaginaj. Po, të hangërë. Edhe ato kanë shqitë me flak helshe, kanë bo dritë, venin, edhe ajo largu. Nga ka shinjore i mërë, në 20 km. Po, njëse, tani ky tani, qeni Tërbu tani, ka hik nga Kashinari, ka kalu në Gjegjen. Ka vazhdu rrugën e. Ka vazhdu rrugën. Në darë. Në rajon e Gjegjen. Ku t'ju, nështë edhe ka po shku ka fletë gjumë, po nesër mjes, kena hasë në mëzat. Atëherë, nuk nesër mëgjes, kini qenë kohën të shkuke puna. Të shkuke puna, rrethor 7. E lidhë, pra ju nuk kini ditë gjanë se që ka në dhe. Absolutisht. E pra, kjo. Edhe, zoti gazetar, unë kam vrejtët ndaja për pushtetin e asaj kohë. Si nuk ka pas mundësimi le emru ato fshata fësini, e me shu shtrin e njërzit, milli mrenë, se kjo në gjare ka nëllë. Si, në kena ra pre e mos organizimit shtetit, e policisë. Absolutisht, këtë drejt. Në kemi ra pre, ato di shok kanë tek vish për fajt e policisë. Po, atëherë mirë, të vim këtë gjare, sepse njërzit dun me ditë tani, si që ka në gjare nga dëshmitari okularë që kam këtu pashkur. Pra dun me ditë, tani. Erdi puna që ju, në qenë të tre, pra dy shok tu i para, ti ke qenë mbrapa? Unë kam qenë mbrapa. Ti ke qenë mbrapa. Dhe... Shok kanë pas një roje, aja mos e bet me poshë. Aja roja sipër? Sipër. I ka dhenë, ato kanë në lu për ta vrau. Prit një minut. Në Qarveni ka ndodhë kjo? Në Gjegjen. Jo, në Gjegjen qener, apo në pashku? Jo, pashku ke shkolla një 700-800 metra. 700 metra, pra keni qenë duke ra këtu poshtë ka jo ura. Këto arë me hikë me dalë për ajë më shku në qener. Po, ashtu. Aty tani, aty është në lu makina parë. Në lu makina parë, në lu makina ditë, unë i pata më distancë më të largë. Ti kishe pak më largë. Po, edhe i kanë marrojës pushkën. Tani, ajroja, që ishte sipër ajë në ishte në karoserijaj. Dhe ajë mori shenjë me gjujnë te? Ja ka dhanë pushkën tine. Ku ja ka dhanë? Shoferëve. Ja ka dhanë shoferëve? Po. Atëherë? Edhe shoferi ka gjujtë më ta. Ka gjujtë? Edhe? Po, ajë sa e kam po, kam lalu në makinë se pa ta frisë për mbret mu. Po? Ishëm një 70 metra largë. Po, mirë, kjo ka gjujtë direkt në ta, se s'ka qenë largë? Mund për të ketë pas 50 metra. Manovrote kjo? Ja, vesh i ka po e herë ka këthi dalë. Kjo ka këthi dalë? Ka këthi dalë, drejt e ka i. Edhe i ka hek pushën me di kam kështu, ja ka tret, e ka kap në kari. Shik. Ka qenë i peshë modhaj, 7-6 kg ka dalë. Kur e kanë peshu këte? Po, edhe e ka hedhë për to këtë që. I diti ka erë nim këti, edhe ata ka hërë. Me që i ka ardha i nim? Me dojë që shtu, i ka put gishtet. I ka put gishtet. Nërkohë atë rojen atje sipër? A i s'ka lytë venit dhe. Ka një të makinë sipër? Jo, s'ka lytë venit. Ate nuk e hangër? A i edhe ullë bile. Po më shef, po. Edhe nuk e hangër edhe? Po, unë i thashti... A i njefte edhe një? Kjo është gjallë sot? Ja, ka tek me një buri vjetë atë herë gjallë të vesh. Okej. Sa ku gjallë për vesh me jem do këtë gjithë. Vetëm ti, po. Edhe, unë i kam thënë ti... Pra, dy shok tu i shofera, vdicën aty. Jo, kanë tek në spital. Në spital, po normal, kam lapin që vdicën nga kjo. Kanë marrë dhe kanë tek në spital. Nga kjo ka fshim vdicën. Kurse ki si kishu në makinë, tha më zdil. Unë tha, shpën rej badal. Se i kam shok mi, të kishtë e kap tek zhagë. Okej, nërkohë që jemi të folë bashkë të makina jo dhe ka qenë tip Skode. Po, Ilias, Skode. Ilias, Skode, Ilias, që që ne do ta japim edhe me pamje, kështu që na shoqëroje gjatë bisedës me pamje. Jemi ke makina, jemi edhe me leven e dikurshme, që është aty. Edhe unë i thashti, pëndojt, dalim,
Ku me del, tha. Aja është oke prej shmenshta. Punëtori ishte në kabinë? Po, ishte në kabinë me mu. Aja është oke prej shmenshta. Po. Mos dile djallë, thaj se bëni copash. Ti ishe 24 vjeç. Unë 24 vjeç. I fuqishëm? Pa ka të kishëm bëllë, po unë më dhem taj, se unë e ditë se atë më harë. Po? Po unë, mos me del, unë shajshëm nga njerëzit, nga shokët e mi, si nuk dole ke shok. Po? Saj po ti që zhag rrugës. Ja, po tërhiqe shokun tanë? Zhag indjetra ka unë. Po tërhiqe ai E kishëm për rrugë, po. A që ishte pojnë. Edhe unë nuk mujta me ne badalë se që ishëm ofendim. Po? Që unë nuk mund të preneshëm me më thënë shokët e mi e njerëzit si jo nuk të dole me një mush. Ata se unë e dishëm sa të më harë në mu. Po? Po unë nuk e menovat për unë. A i më tha, punëtori më zdil, se do të gjohë vdekin për ati. Edhe unë kam dalë, kam marrë leven që kura kam pas atë nënëse dilet më gjenë. Sepse ka i gjanë që a thelpsore. Do më thënë, kur ka ndodhë kjo që ka hangër, ato shok tu i dhe ju nuk kini pas informacion se që ka bon ka shinargë. Jo, ku dyshtë Se po të kishë pas informacion normal që do ishë me të kudesë. Jo, më nuk ishte më shildirë të makina. Po, absolutisht po. Ku ishte delë në për ati? Pa informacion, ju thoshë hajtë më një qenë ujë ka të Jo, nuk do hige ki. Po do hige, do i O do vrasë me poshë. Po, do vrasë. A i se bon jetë punë, përsa që tjetëraj. Po, bra. Përsa një përgatitur nga agentët serbë. Po, se do flasim pasaj për të pjesë. Edhe, në momentin që kam delë nga makina unë, po, i minut, kur dole nga makina, kur kishe leven? Leven e kena pambaj gjithmonë në sedilet pasagjerit. Atë brapa. E kam parasysh. Po, kena pambaj me shtërngu trupat. Po, lev me themëra. Po, lev është baramin minjerësh, shedik special. Pa e pashtë, në fakt, me shumë kujdes jo. Po, me vërim mërën. Edhe unë e kam marrë, më shpres, edhe të levës dhe të forcë teme. Po. Edhe dhejmë atine. Edhe kur kam dalë 10 metra, 15 metra para makinës time, më ka po a i herë. Të ka po, e ka lënë ata plëm poshë ka unë. Pra, la ata dhe erë me të sullu. Plëm poshë ka unë. Edhe unë jam përshëndru. Bravo. Ma thuj sepse njëri ju e humë të ruër. Po. Ti nuk e ke humë në atë moment. Ja, nuk jam trem për i ti. Si e trem, farë? Kishëm dhemë nga ato që ja bani ma Po, ata. e kishe, u rejtë. Unë thëshëm, dhe ta kap me dorë, unë do të analej këta. Unë zdyshëm sa një dhëmë me të ngullë do të teke jetën. Në momentin që ai ma afru 5-6 metra, a që kështu. Hava me mvu kam to. Momentin që ai ka qenë të mvu kam afrë gjikësit, i kam bra levë. E gjujnë levë? Me disë kaptensë dhe e kam pa kur i ka pa karjet si bëstanin, shmjën të sha bëstanin. Se ke qava i fushishëm. Po, edhe lëkura nuk u sha. Edhe ka bërtek. Ka boj zhurë që diqme. Edhe arëzu për dhe. Edhe i dip ke zhek për bira zveshit. I metër, po nëllë dhe ma tepër, i metër gjinës. Ate i plasi presionin. Edhe, e kam pasi ki ka caf, edhe u kam marrë një më shokve, dhe i kanë shumë në spital, ato gjithë vdekin. Gjithë vdekin. E të mërshme. E të mërshme për ata familje. Pa, e të mërshme. Shumë e të mërshme. Shumë nga gjarit më të dhimshë të zora gërjore. Në gjarja, jashtë zakonshë. Mirë, pasaj që i morë shok tuj, i kanë marrë, i qunë në spital, kur e morë vesh ti që ty pas ka qenë? Unë morë vesh që morë këtë ujgun, e vunë në karoseri. Pse e morë e preke me dorë ti? E vunë në karoseri me shok, një munë njerëzit. Për me rep, se gjaja është o këmi marrë lëkurën, sa të herë bëjke 3.000 lekë lëkurën. Sa me thënë 500.000 lekë sëtë. Edhe kështë në shiftë kështë përja, me shë pikë. E shohë gjenër, të kashinojt, i thëmë një i rojë atë, ajdu marep. E shove në makinë? Po, ajdu marep, sa shë buke 500 lekë marep. Po kur, i minut, kur e shove? Atë bëhet marë, për një orë këm të lëqë. Mas i nëllë kjo në gjarë e shove? Po, për një orë këm shove që më bjerë. Edhe shkove ju thej aty? Po, maripni. Thonë po, në atës dyshin që ka ndodhë në kashinojt. Në atës që ka ndodhë, imaginere. Jo, se ishte ora 9. Dyshin që. Po, a fillu me rep ata? Po, fillu me rep, e rebje pëndori, kur vjen policia, e shnetësia. Qa po? Sot ka po nomin ka shinarë, ka horë ka shnjerëzme, si më e kini rep? U dim në më e kini rep për rokë. Kanë marrë e kanë djekë me benzinë me naftë, e nuk e dhja. E kanë peshu. A prek me dorë ju? Po bëllë unë bëllë. Edhe ti po? Edhe unë bëllë. Lëkurën ma. Po si ka, ja, është interesant kjo. I minut, se si ka mundësi se këte loj helmi, ja, si mas doktorëve, e shkencë vetëm mandë dhamit të infektandaj. Si. Ja. Sepse kjo të banë përshtypje, sinqerisht. Po, edhe këtë fakt nuk e kam lezu, tani jem të hepër po ligjë. Mandë dhamit të infektandaj. Kur ishte gjallë. Kur ishte gjallë. Në ishte, ja,
nuk të infektante. Kështu për, edhe mu, më thanë, ti do të shkojsh në spital. Po, përse? Thanë, në spital. Aty një frika? Më zhjegjen. Ja, aty një frika, përpër, aty një frika. Po, unë, ja, shumë hini për me, kur mua veshtë në të deka të, ku e hi frika. Po, mirë për në moment, pra, sepse këtë thane kam prek me dorë. Kam shku në zhjegjen dhe mi të bena ishte një pejsaran të doktor, pa shta shumë kesh punë. Shëdrysh, që është kesh? Ati do të bëjnë shilbona, të rojë në spital. Mund me në spital? Po. Njerëzit në të dekë, të shofet, njëni të të dhanë shpyrt. Edhe të bëjnë shilbona në barkë. Fillun të bëjnë shilbona, unë s'le viza, rëshëm makinë, mu largu njerëzit, nuk reke kush me mu. Edhe kam ma jeri shkështë e shefë më përësi me harë. Sa kohë zjati kjo? Kjo zjati 2 javë. 2 javë, me 2 s'kështë shefë një të kusha? Po, për 7 ditë dishin tonë, po, prapë këshin frejkë për i mejet. Prapë një, po. Pa, o dëpsova, rashën, 12 kile. 12 kile? 15 ditë. Ra nga jo që njerëzit largoheshin, apo ti? Edhe e kishëm dhe shokë, për këtë shokën me akesh për këtë marrë. Kishëm shokë dhe atë dushin njerin, atë prem për kolin, shokë në të ka shinashit. Pa. Edhe, thash me mendmija, atë shke ke spitali. Ke spitali i Tiranës. Edhe mora gozimin e shkova. Ke doktorat. Edhe më pritën të me gëzimët të doktorat të që. Po ishin të dekat të njerëzit. Të egzaminon? Po, e më thanë, nuk do të hinë shtanë mërën mi pa. Pse? Ja, janë të merru, më thatë, ato thatë bërtasin, e i kishin lidhë për kravati. E i mërëshin i sheshin gotën e ujtë. Kur gotën e ujtë ato bërtetëshin, atë e difisheshin lidhjet, që do të dhesë për 10 orë. Edhe, kë shpia ishën familje ma dhe nuk shkova. Shumë 28 rëbë. 28 rëbë aty ke shpia? A i këshën marrë vesh në gjarën shpijës? Këshën marrë vesh të edhe, ishën vlajnë në të punuat, ishën bitin punën të përgjejës. Kanë ka shinarën. Nuk shkova, se po të merranë rëbë. Që mos ju ba kesh rëbë? Po, mos ju ba kesh. Edhe nuk shkova ke shpia për një mujë. Por një mujë s'ke shumë shpijë? Ku nejde, apo në... Unë vishëm makinë që ne. Në makinë? E flishëm makinë, së më bagizonë në marrë, pëse s'jam të punu. Pa. Edhe... E se ma do me edhe ata s'kanë pas qefë që ti të të koshe. Këtë me frikë gjithë? Gjithë me frikë prej me jetë. Pa. Ishëm si njeri i vdekun, i hikun nga kjo jetë. Ashtë si puna lebroze. Që i hikin gjithë. Pra tikin, si i hikun nga kjo jetë. Edhe... E mu më shmenja, shkua ke shpeja mas i mund që thashtë ashti, i thëmë doktori dhe Dimitri Pensen, më banë analizat, mi banë analizat, mi shunë në shkode, thënë dilë pa frejtë të ashti. Tani dilë pa frejtë? Tak dilë pa frejtë. Edhe shkova ke shpeja? Edhe shkova ke shpeja. Ku shkova ke shpeja, unë ishim familje madhe, më prejtë në rëpë me gëzim, baba më thënë gjërë birë, a ti të lomë, të heke dalë për shokë të ujë, pa pashfashin e bardë, ma kesh, ka qenë mësme pa dalë, dhe shumë thënë s'ke djallë dhe s'ka dalë për shokë. Pashtë, situata ke shpia kur shkove ti ka qenë shumë nderë. Njerëzit që s'kishin pa prej kosh, me ndoshin që edhe pashu do vdesa një besoj, thoshin shumë. Nana ishte shumë e gëzume nana. Kur pau që të i e qanë? Kur se unë, po i do pësom ishëm. Edhe nuk e kisha marrë vetë, mund kishëm shtu i kila di, po moja, e 10 kili ishin ishëm ma poshtë, po më fanë, pse i e kështë i zverdhën? So, shumë i zverdhën me nonë. Më tha, një gjërë birë, kena vujtë. Pashki ku të emocionet tuja. Okej. Që këna nej për te i. Sepse vërtet ka qenë vujtje gjitha do kohë. Gjithësësi nana ka kuptu që Zotë në qiellë... Po, si jem për balën. Pa, edhe do më në okej, një fundit ka pasë... Po, edhe... Përveç vujtjes, përveç emocionit të jashtëzakonshëm, po ka pasë këtë gjënë tjetër, si djalim ka shpëtu në dynjanë. Po, edhe ato, na i pjesë që kena pasë, lidhje misore ato që kanë qenë dhe mërdi. Pra kanë shku, kanë qenë familja për mërdi, kanë shku për mërdi. Po, marë pjesë në mërdi. Edhe, si nuk e erdhe, tharë birë. Nuk e erdhe, thashë, në më sfushqet se u. E kuptoj bashkë, e kuptoj. Okej, e kuptoj këtë moment. Por gjithësi, nana ka qenë krenare, mendoj unë. Nana krenare, sepse djali im,
Kjo është shumë e rëndësishme pash. Djalim, a e kupton ti, është tamam nga ato si thoshin dikur e kam çu djalin në luftë. Edhe ishte krenare edhe kur i hikte jeta, sepse i shërbete një kauze të madhe. Në të rast kauza ishte shumë e madhe, se ti kishe shpëtu zgjegjënin, kishe shpëtu fshat atje, kush e di ka që të bëhë kërdim, po gjithandej. Ishëm moshën rinore, më bërda, nana dinë të punë se shë puna fëmis. Po, e qartë, pra. Hake qartë. Po, e qartë. Edhe ato kënë bo fest, vëllazët e mi. Fest kënë për e bakti, shumë kanë në lujtë për 3 ditë. Për 3 ditë s'kanë në keni dhe të s'ke shumë puna. Edhe, arrita puna që unë shtetja saj kosht, nga vlerësu. Po, qëfar ndodhi me Pashkën? Okej, fillojmë tani këtu. Kjo është në ngjarja pak a shumë. Gjithë tragjedia që ndodhi me familjet, njerëzit që u varrosën, kujtime pa fund, një jetë trishtuar, një krahinë tanë që vazhdoi. Dhe Pashku hero që të kanë pas hero, atë shifshin si hero. Kur ke shkuar ndërmarrja, pastaj kur ke shkuar fill, pasaj pas një muaj domethënë, kur ke shkuar si më thuj tani. Unë ishem njeri më i respektueshëm ku të rreshim. Kudo që shkoshe. Si ke puna, si klub, si ku shkarkësha mallë që kishëm lanë ndërtimin, makinë. Unë ishëm u shifshim si njëri i veçantë. Edhe unë gjithkund nuk pëlqa rrallë. Tanë më hapshin derë. Foto. Se ti e meritan. Edhe një rast një herë, për të tregoj gazetar një herë në Shkodë, në Keura Gomsiqës, pala kush o tha dikuj shoferët autobusit, që ashkia është ai si ka me tokën. Ku ishe ti? Në Gomsiqë, Keura Gomsiqës. Po ishe me makinë? Me makinë teme. Edhe, kur më blokun rrugën, a thuj i nga të smova ku në ta blokej autobusin rrugën. E nëllim, më thanë, ti thanë njerë si keme i tokën? Po. Na shpjegon, jo shpjegova. Atem janë bëhon nga 50 vjetë që ka pas autobusi, asë një ma pak se 100 lek, deri në 250 lek, që në gjënë 250 lek. Po, si kanë rrugës. Kur i shofa te, mu bëhon rrasë 6-7.000 lek të falë. Si. Shumë njerëz. Për humanizëm. Po, ky është nderimi më i madh. Ki është një i respekt. Amore edhe unë thash, mos bëni më kështu. Thanë, ti për ne je hero, super hero. Andaj ti gëzash e bës tani zonë egoismë në këti lek më hapsht. Dhe të kena bloku kasile rrugën. Sa bukur. Ato ishin nga Firës, atë për ishin Firës të shkunë Shkodër. Bukur njerëz të thjeshtë si. Po të nderim tani ti e kishe gjithandej. Gjithë tani kishim dirë të hapme. Më në fund, unë kam qenë të gjithë në thesët e Gomsiqës, pali minis, ka qenë minis i... Që ka pas mbulu pyjet e këto... Jo, ka pas mbulu këto minjere, këto minis industri minjere. Po, bravo, po. Dhe shofej më njifke mu, që ishte prej Pukë, edhe më nalujnë mu, më thonë, ku thotë pali minis ka ti, thotë ja i shofej... Nalujnë rrugë? Po, më nalujnë rrugë, po. E më thonë, më dha dorën pali minis ka, i njifke vlazët e mije, ka qenë drejtarit i kur, pali, drejtarit i përpunim dronit, fusharë. Po, e kam parasysh. E më tha mu, tashti të dëvish mas nesh, na jena ke parku. Ke parku i fusharësit. Të presim ati. Po, me ardhë atje, unë do në lëmë pukë, tha më dëshkoja që. E në shkova, nuk e gjithë ati, ardhë. Edhe i thot drejtorit me më prunë shofejnë që ka vra unë. Në shkova. E në më thot, i thot ti, Pashku, pa. Takova, thot në rrugë. Ne thanë gjë, ne asë mund shpallim hera, asë mund të shesim televizor që ka ba kështu, a e shenë dijen gjithë softë në pyjet e koksit, edhe ki ka arrit me kalu, ka arrit me kalu dhe nuk ka qenë shenë kufini shqiptar, asë që ka qenë ujtë, po ki ka qenë një pregaditun nga agenturat serbe. Po, i lëshuar te. Kjo ishte një version... Me dëmtu njerëzit. Po që kim paragjyshit, kjo është një version që thohet nga një person ministër, pasaj antar i byrës politike, me radhë. Po, e dinde. Po, mu më qëtësej. Mu më qëtësej, tha dhe ti,
ti çfarë makine të ke, thash, makinë nuk ka shumë po e merr, thash. Ja, e thash do të marrësh prap tren tjetër. Po? Në fondin e Ministrisë Minierave. Edhe të dhanë makinë 3. Makinë 3. Edhe më në fund, parku, unë duke që nga Lezhë, ato Se ishin... rrien Lezhë, Po, në Spitën. E kisha arë në Spitën? Po, ato duke qenë me pikatore shoferat me dalë jashtë, edhe mu më bavun tiketën me dalë jashtë. Pra që në atë kohë? Me shumë park të mallrave, në të eksportit në dorës. Sa kohë pas ngjarjes ka ndodhur kjo? Jo, mos një... e 4 vite. Pas 4 vite, po. 4 vite. Atëherë do më thënë ti... Po sa u bën letrat e kishte punë e po janë ato po. Pastaj ti kalove si shofer me eksportit dorës, që ishin 700 shoferë, 800. Me Scania. Edhe atje me kanë respektuar me porosi dhe më kanë dhënë makinë 3. Makinë 3. Scania, 18 Scania ishin këtë shoferët. Shije. Edhe unë kam punuar gjithë Europën. Gjithë Europën. Shiko, a ke thënë me veti po, do me thënë nga një që mund t'ishe të u kalbë mbaje, edhe mori jeta krejt ndryshe. Shisa interesant jeta njeriu, a pash? Komplet më ndryshë jetë. Mori ndryshë, pra nga ky moment ndryshë edhe jeta jote. Pra, kur bën një gjë të madhe, humane, se kjo ishte humane, se ti mund t'ishe strehu, ishe fshehur në kabinë, makinë. Po, s'kishëm lytë i makinë. S'kishëm lytë nga makinë, derisa hite, shnet mirë pashëm, po, kash. Po, kur bën një gjë humane, sepse ishte një gjë që ti ishe mes dy dilemën e fortë të jetës dhe vdekjes, dhe ti zgjodhe vdekjen. Unë ke deka kam dalë. Absolutisht, aty shkova. Atëherë kjo të kthy në një të mirë. Unë kam dalë ke deka. Ti bën e mirë dynjas, bën e mirë gjithë krahinave veriut, sidomos nga ato edhe të zgjegjët e kodioni atje mirditëse me radhë, dhe kjo të shpërbly në këtë mënyrë tjetër. Ai mund të bante shumë viktima. Më shti shku dhe ke 50. Po, pikrisht. Atëherë do më thënë, okej, le të rrimë atëherë, le të themi pse të ndjekim pak çfarë u bë me ty në kohën që shkove në Skanja. Më thuj, do më thënë, jeta jote si rodhi pastaj? Jeta eme rodhi, unë kam marrë para se me shku me Skanja, kam marrë në fshatin Spitën, dirët më hapen, kam marrë dhe vlezërit ka poshtë, edhe vlezërit ju hap dera, tanë vet, edhe gjithmonë kam pas gjithë e hape, nga shteti. Nga shteti. Pa mbarësisht e vllazit, kohët e funit, mas i morin token, e u knaqen me shetë punë, më thanë ma mirë të ishte harë ugu, se të nga kështë lënë emin ugu. Sepse, po, sa është interesant, se këtë kanë thirë pashka ugu. Po, po, thonë, na dine. Orë kur pyta doje me taku në ty, thash, orë kjo, pashka, u moment se pashka ujka. Ta këtë mbi emër këshu, pashka ugu, ta këshin gjithë këtë vjetë këshu, Lugojte, e lanë. Po, ku do të thoshin këshu? Ugu, kërështë, vënë, shka, e në vlezër, dhe fëmijët vlezër. Pa ta të shënin e të sëtër, ma mirë kështë të marë ugu, se nga kështë mi e minë ugu. E burë, pa mirë, kjo është, shika, njerëzit kanë vuj një metaforë, dhe të thonë se kjo ujku përleshet me ujku, na e kupton ti, edhe del fitus mbi ta. Pra e kjo shumë e bukur kjo. Atëherë do të thonë ti more gjithë Evropën me Skanja, Ira, në gjithë Evropën. Gati 6 vite. Atëherë, kam lënë ata dhe kam fillu punë për Gori, 30 vite në për Gori. Ku në për Gori? Lezhës. Për Gorinë e Lezhës? Po, me Zevdetën e kam fillu për Shqipëri. Me Zevdetën që ka qenë, po, për Gori. Kam vazhdu deri u dalë në pension. Deri sa ke dalë në pension? Deri 30 vjet kam një shofer titullar. Shit. Veçantë. Po e ke, gjithësi këtë ngjarje ti vazhdimisht e ke pas, kur shkoje me Skanja, i kishe në kokë? Qa? Si ngjarje të rrinte vazhdimisht shumë. E ke jetu me te? Unë gjithmonë që a ishë marakun e ti shokët e ma ti të markut. Ma ti shoferit? A shikon ku jam mund të ishëm e ku ajse. E në një mosh. E maru kurset bashkë. E që ku jam mund e ku ashtaj. Gjithmonë e kishëm vëmenje. Gjithësi, fundit ishte në të njëjtin zënat. Në të njëjtin zënat, shofera. Edhe që në fundit kujtohen data dhe kujtohesh dhe ti, kujtohen gjithë shoferët, pikërisht përmes kësaj leves tonë. Është shumë veçantë, pra leva. Se mendoje për shembull po të kishe qenë makinë e vogël, se s'kishe levë. Me çfarë do i bishe? Me dorë pra e ka pas të mirë. Gomat e mëdha, vështirësia e madhe për ti në rrugë, për ti bën, por leva e madhe, kjo leva ka bën punë. Na kena pas domosdoshme
5-6 herë shtërgësht në trupa, degu bishtë në laqë. Me shku me shtërngu, se krigu i mund levizhën lirëshën. Ne kena pas pjesë trupit leven, se në udekje për shdo moment. E shqe për asë mu desh për një momentin e funit. Si. Pash, të flasim pak për jetën me Skanjën, se më ke thënë disa gjëra shumë bukur. Me Skanjën? U kënaqja kur mi thoje këto, e të dalim nga kjo zymtia, dalim shumë pastaj kalojmë një gjë tjetër. Do me Skanjën, si e shifshe, se ti në fundit u bane shofer i privilegju? Dërgu i privilegju. Shumë bile. Nga le Brazil kjo kosh. Po, se me shku atje, do të kaloshem për filtra pa fund. Mi po të ke qenë dhe tipi shkath pak. Duket se ke qenë tipi shkath, pak akrobat shosi si ti. Fati që edhe zbaba em, asë sështë se ka zhi atë kohë, si për para, nga ka lërë pasër me sistemin, edhe vlezë kanë qenë tre komunista. Edhe unë nuk e më shqel kesh. Nga që ndu të më bënë të partije, nuk më në bëshim për i mbledhjeve, se kishë mbledhje shumë. Edhe ato respekti shumë i ati në vlezërit mi. Që unë kam shkua qesër, kush më shënë të mu. Edhe eksporti ka qenë njërëzit më të privilegjuar për Shqipërisë. A e dinin këta shok tu që ishe me Skanja që ti ke betu i kune? Po, edhe Serb e dishin. Jo, Serb. Edhe policë Serb. Edhe i patëm su kesh, nuk i shajsh të ndajshni me konjak. Ato marishë me konjaku. Që boshi, bërshë me konjak të ju i i theshin, a vjen ajo Skanja i Pashku? A Pashkohu i këthishin të? Edhe a i këtë kishin pyse shumë jo? Jo më theshin e ka Pashka Pali, ato policë Serb. Jo, në e dim se Pashkaogu. Edhe më thënë mu, pëse të thënë Pashkaogu? Ja, thash atë histori nuk ja të regaj. Se sigurimi ju me ka shumë. Po pëse? Ja, ma ta kam friksim shindit e lashit. Ja, shindit. Po, ja, nuk më njo, thamë. Nështë ta ka qenë vlaj ju, ja, para ku ka qenë dhe jogu, po në zdijëm. Kësë që o spike shumë kërë, se o ka zhe shumë kërë. Pa më qështë e shë shumë mirë me ta. Po, nërsa tjerve ja u thoshe, për shumë. Po, edhe... Po ti e kishe për hap këtë ngjarje. Na do të dishin se Pashkaogu unë. Po ti e kishe për hap këtë ngjarje, se në atë kohë s'kishte mjete informimi, Shqipëria është izoluar nga informimi. S'dilte asnjë lajm jashtë. Po kishte mjete informimi. Kështu që ti domethënë e ke nxjerr këtë lajm dhe jashtë. Edhe jashtë. E dinin këtë shokët ato të Skanjeve toshin si. Këtë shokët, këtë parkë eksporti mu njifti. Njifte këtë parkë eksporti. Një për një, edhe mekanik. Kush a ki? Pashkaogu. Pashkaogu. Po mirë, po këtë boni mirë në fundit. Muë? Po. Mu më ka ngëjtë shumë moralisht. Eksport, ja? Ekonomikisht. Po edhe moralisht, po, se e kalon. Unë kam bavu pare, se shumë unë, ishë mi djekë. Si pare, si veshe pare? Kishte roga, kishte format dërishme, që ku jenë se më trapas dërishmet. Nuk nishke mund të levës, asë një. Se mu të kishë në fundë bërë, që më bënë dhe kontraband. Ke bo kontraband? Kontraband. Në atë kohë. Me bo pare, më bërë ka pare. Ja, shi. Më bërë në shkolla, pare divuna. Ato ma vonë, erdhën u shvlerësonë. Mirë, po, ti, si i meshe këto, që meshe? Ja, kishtë në ditë në punë se kishtë atë merëna. Po pasaj meshe edhe bijuterira, ku di unë njërë tjerë, që bishe? Ba kështë që gjë, më theshe te për t'i orë, ta bishe borën. Po që e meshe ma lirë, ti ta epshe ma shtajtë të size, të gjë, copa, po, shizme, të gjë, e një më shumë po, në të herë. Të më t'i ke bo kontrabandën, po të nërvojgjës. Ka bo. Kam bo, po më sajtogut. Në sajtogut, po. Sajtogut zvotë e zonë. Pra, ja ke pa harë në kësajti, pa harshisht. Ja, kam pa harë. Pra, ja ke pa harë. Edhe në ekspert ja kam pa harë. Pra, edhe në ekspert, se më thaj shifër, që unë thash, ja, fut këtë tani. Po, për 5 milioni kam pas, i kam shitë nga 87. 87, 5 milioni lekë minshe. 5 milion nuk i kishte kretë rrethi. Jo, i kooperativ nuk i kishte. Nuk isha kooperativ, më kretë rrethi. Unë i kishte. Ky i kishte, pra e parë. Kësë orave të gjana si kishte. Shumë. Ka shpra ma ka nërtu jetën e leva. Ta ka nërtu jetën leva, pra ne do më dhe ne mbanë levin në 2 sensë. E mbaj sistemur. Edhe për kujtimin, edhe për gjënë. Unë e mbaj për veti, djali 3 se pikturën, e 3 në devën, kur ti mu shërmenja, merë banë me smelujt. Asni jo, dhe shiko, unë për shemë, unë jam si njëri që i kam dëshirë muzealizimin shumë, edhe absolutisht, unë i mendoj nga i herë që këto janë artefakte, ky për shemë është artefakt që du të rrinë një vend, një muze.
Një muze, për shumë, muzeu Lezhë du ta ketë, mirë Po familjare. ku mi a thanë unë, atë më ndore ata? Absolutisht, atë një gjënë mu, për shumë. Jeshtë mos djemë tu, letë një gjënë mu që Gabim bëjnë se... unë jam specialist i kësaj pune. Për muzeologjin e kam Unë nuk janë në lej, a që është e sigurët, që janë në lej. Një gjare madhe, o thash, shiko, ne sot, që do bisedorim bashkë? Ne do bisedorim, do më tregoshe me dur, me kështu që ka ndodhë tjere me ra. A ti dhe gjonë, kur e shof unë, kur e shof të unë këtu tani, mu më qënë në atë periudhë, a kupton, e shof me i sy këtë tjetër. Se, kështu, Baromina kanë thënë atyre. Po. Baromina ka pas plot për minjera, por kjo është ajo veçanta. Kjo është e veçanta atyre kove. I edhe pse je në pension, je njëri aktiv, me çfarë shofun, je njëri, ne që kështu solar, do më thënë njëri që lidhet shpejt me njerëzit, je allegro, ke i shoqëri të madhe, si të perceptojnë të në spitën, shok tuj, ku shkon, qa bën e tjerë më radhë, si qube. Kje bëj pitjet bokër, brava. Pa haj, pra. Po vizë, ta bëna sepse me jherë, unë kryova unë algimin me ty, që mos ta bëna. Një gjë, ato njerëz që kanë një kulturë, kanë një respekt, më respektojnë tepër masë. Do njerëz tjerë nuk i vero, se ato nuk kuptojnë më tepër dhe kanë xhelozi. Kanë xhelozi. Ama pse ja thona fjalën e mirë këtij? Jo, po kanë xhelozi se thonë tani, ato thonë pse nuk e patëm na lehtë. Kanë xhelozi, pra në atë fshat ku kam ra, shumë më kanë pa haren do të thotë. Ku, këtu, në Shpitën. Kam bëj investime me kuadrat e shtetit. Ke pru investime aty? Po, kam pru investime, me kanë dalë me gabin. Unë të pash ka jo rregullia jote, sa e po, bukurishe. 600 metra kanal, unë e kam shqitë një investim. Gabinin e kam bë shish me zevdeden, unë atë, për poplin. Kam bë dhe gabin gjetër. Çfarë ban tani për shembull ti? Unë jam i përkushtu me bujqësisë. Bujqësi. Vnesht. Vreshtin kam zhak vneshtën, frutikulturën, e shpejsë. Unë kam trylloj pembet, kam 30 vjetë kam vnesht rushit, që prodhoj vend. Jo me sosiet mëdhaja, për nevojet e mija, edhe për nga dika që ka nevoj. Prodhoj, cilësore, edhe rakin, kam dhe ullajt, në prodhoj dhe voj ullajnit, edhe nuk unë habitëm, si sot e qiti që nuk jetohet, unë me bujësi jetë si kralë. Si kralë? Sigur më së të marë fare për e të pensionit. Fare? Ja, me gjithë grau, me shetë mosh. Edhe i mbaj një këta 5.000 pas ke shpeja, unë si mbaj me celular 20 centim gjatë, po unë për me hare me pej i mbaj. I mbaj? Po shpënën. Po sepse je punëtor ti, po shpënën. Po shpënën, po je punëtor. Edhe i kam gjanat atë të sakta. Po me shoqërije, me ku ke shoqërinë kryesisht? Shoqërinë? Tu për shembull ti kam vënë re diçka që ti shoqërinë e vjetër e ke pik dot. Ndëgja. Se vënë re edhe ke 50 vjetor. Shoqërinë në 30 vjet qytet. E kam me prokurora, me hetus, e kam me gjutar, e kam me njerëz që m'njohin. Se je dhe vetë gjutar. Po, e kam nishull. Nishull, ke fran mata, kam i dashameret e. Ate vinim lidhen, rrim me muhe, e knashim me shok si dhe mështë ishlak. Ishulli. Ishulli? Ate kam shoqërinë sot, tash 8 vite. Ja. Edhe ne jemi shumë i gëzumat në fshat. Ata kujtojnë ngjarjen shpesh? Mu ma kujtojnë dhe u kam thënë tash një gjë. Jo kam dalë haput, mos më pitni mose, ju kam thëjt me hora që me pej, edhe ju kam prunë e fotografit, e mos më mërzit një ma, atë piktorin, se si jo shpjegoj ma. Sa burë, shumë burë. Po, nërkohë, ti ke 3 fëmijë, ha? Kam po 3 fëmijë. 3 fëmijë, pra ke djalin? Djalin di vajzë. Djali kur rri djalin? Djali rri Mantova, bashkë me vajzët atë. Është jashtë? Jashtë. Janë edhe vajzët atje? Janë bashkë në një vend atë, me një laqe, di vajzët e djali, di vajzët në dhandra. Djali është i martuar? Djali po, i martuar ka di djemë. E vajzët? Vajzët kanë njënë di vajzë i djali, qëtëra di vajzë. Ashtu, tani, ta të vegjit, nipat, besat, me radhë shu, a shkoni të konë atje o vini të takojnë këtu? Unë ato kanë i knashti të zakonë që mërë këtu se ju bëllqen shumë e vend ku ka. Unë ti jo banë marë edhe unë shkëja që 3-4 e po nuk mund rrimë ose 3-4 neta që. Mund dore në Itali. Po, e qarë. Ja.
Po kur vinë ata kanë shef me arë të kalamajt. Ato kanë shefe njënë shumë gëzumë kur vinë to. Po kur shkon atje ti me kërri atje? Kur dali, unë shkoj për ishte pari, aske djali, shike vajza vogël. I vajza vogël. Vetëm nga jo. Eda mdu, Eda kishte ajo? Eva, Edit. Eva, ke Edi. Eva Edit Toms. Ate shkej. Mini, aje ga fëmijët në të vëshë, mini shkej. Ke vajza tjetër, djalin e natë fonit. Ke djali shkoj i Po, do me respektu dhanët. Po bravo, tani dy gjana tani. Ti shkon, aty takon dhe italian? Aty po. Familje italiane, të njohin? Shumë, Për njëri Galatagjit? Jam baba i besniku dhe jam vihri i këtine dhanrave të pa. Po, edhe të kanë... Edhe mdun. Edhe të dun ata? Po, e dhanri. A e din historinë të anë ata? Jo ka thënë ki dhanri, se ka i klub me dhanri i vogël, ka klub mirë. Edhe ja u ka thënë? Jo ka shpjegue. Edhe më ka thënë të ta marrë atë pikturin të të vejmë klub tema që. Të të vejmë atje, Po, a i kam thënë gjoti, mund të të vesh 1000 ditore në klubë që ka klub malë, ka 15 punëtorë. Edhe e ka bo kinort, e ka bo pikturë dhe ka mirëditori në që bile e vojës është nga rësheni. E ka vojët pikturë të bukura. Po, është një nga të nusit që kim pas në përdasat turisike. E ka vojët që. Ato në grupit të ansambit që kam drejtu. Edhe mburët dhe i. Shqasë i kam vjeshin teme. Po, shumë bukur. Po, do me thënë ajo që italian tani ka thënë, po ky që ky heroj kena, do. Po, më kanë thënë italian. Që të thonë? Më kanë thënë, të shtë Shqip, atë kanë bo film, atë dokumentar. A shef pra, pashka, atë që thashtë edhe para. Jo, thashtë. Si, këtë gjarje, e s'kanë bo film të i? Absolutisht, a i ka qenë për film. Ja, s'ka kanë bo. Absolutisht. Dhe unë do t'inspiroja në një regjizor që ta shoje. Po mirë, ndeshta me t'pitë sak të i. Që ka mësu jo të regjizor të aktarë? Po ta kanë dektan të një mu një i tjetërin. Po pikrish. Pa ta e kuptojnë ata. A ditë me bo kësë film, është ditë. Pa tjetër, sepse arë fabule. Jo, bajon skenarin. Jo, po skenarin është i bon kur ti e rëfen, ka 2 trajta, edhe dokumentar. Unë faktikisht nuk është se kam pa i dokumentar, pra i vetë mja e gjanja e veçantë është që ka bon Aleksi. Alex Noja, është një intervjist kjo. Po, jo ka bo bukër. Bia të intervjist është ndërtuar një reportaj i shkurtër, rreth 5-6 minuta ne do japim në fund. Edhe është ndërtuar kjo, por nuk ka një gjë, për shembull, unë nuk të kam pa në rrëfimi tjetër kënd. Ky emision që po bëjmë sot është pikërisht për ta stampur historinë, për ta sjellë historinë përmes një dëshmitari okular. Dhe kjo është shumë e rëndësishme. Por për mua, ai është edhe një fabull për një film artistik të qëndësishëm, shumë interesant që mund bëhet. Kështu që regjizorët e famshëm pse jo, duke e pas dëshmitarin okular, mund ndërtojnë dhe skenarin e tjerë dhe pse ta sillin të historinë. Falë ti gazetar, kam një vajzë të vajzë, po jo është e shkollume, është e meshme. Ka pa gazetën Aleksandr Nëjt, e tha, ata marrë tha unë ta kthej, tha, italisht, e ta dërzej, tha, që ke aktorët italian, se do të bëhet absolutisht film, tha. Ato ku me marrë këtë ngjarje, tha, absolutisht po. Me pa, tha, e bajnë. Jo mërdaj, thashtë, pse po i hene, tha, punën. Bajon me thashe e ju në që. Lugajtë më, ajo si ishte 20 vjeshe, edhe i thashë jam, se pata si më të shkoje, po una nuk ka fonda së budget shteti, ku dinë se pse dhe, ose se vajnë ata aktarë. Jo, ajo thashë edhe herë, me ditë me nërtua, është i gjanë që futeshën për projekte, sepse është, gjithësi këte letja u lem, qofte edhe kjo emision të shërbej, për t'i nëzit ata që merren me këte fushën e artit. Unë të mirë bojnë, veçneri me marrin. Absolutisht. Nuk e di, fëmit nipet e mbeset, dhe më thënë, atë përmeni thot atë shojnë, po, gjyshion ka qenë hero? Këmë ato ditë jem, po ato e në gjinës italianë, gjinës shqiptarë, që është gruja italiane. Ato kanë vunë në fashën e parë të celularit, atë leven, atë piktorin e... Shike. Po, dhe ato e njekin me krenari këta. Sabur. Shkur të hape telefoni, shokët vetë të që gjishë jem. Sabur, shumë. Kurse dhe vajzët, di vajzët që jenë të mlaja, janë të përkushtu me shumë qëkatat, si ke jetu me gjishë, po të kishtë e harogu të i nësë do ishtë nësë. Pra ne ja ka vlet kjo 50 vitori që ke ba, sinqerisht. Pra ne ja ka vlet. Shi si e përceptu një fëmijë. Pra, po që se ti do kishtë qenë viktim e ati që e vrave, si hikin jetët e tjera, do kështë hikin e ti, dhe sot si ndërtojt familja, pra shumë rëndësishme kjo. Unë e kam pasë më men, po këte me ka po ma te për djali pranjës, dhanë rivokër.
Thash le, thash, më mbjetor, thash, të thonë dhe është më borë. Jo, absolutisht. Po jo më thash një histori, tha, të njelet, Bravo. thash, si të doshte. Po thash, nuk ka kuptim pak pikturë. Pikturën tha merë të që tha do t'i kalejun. Po le më shumë thash, vetëm unë thash, s'ka borë si hinë këtë punë, nuk nga lënë më lidhë mu me të restorantit. Po. Edhe i kam pas gjithë dashamirët, ato kokrat e lirë gjithë atë kanë qenë. Puna re, ke pas ftu dhe mundu në kërkoj ndjesë, Unë kam ftu dhe te i, po... Isha janë angazhuar, po gjithësësi, Kam ftu dhe te i, jo, unë kam ftu, jo si të njëfshëm unë, po emi të ndeshë, mirë ditë në gjithë të zonët, për këte emen. Të falderoj, Pashka. Falderoj. Okej, Pashka, atëhere, jeta jote do të vazhdoj kështu intensive. Në mes ti kujtimi normal, i derisa të vdesish, ky kujtim do jetë me ty. Por ka dy medalje, atë medaljen e para asaj kohe dhe me viktime që shëshoj që ti vazhdimisht vazhdon ti nderosh, i respektosh në kujtimet e tuaja, dhe kësaj gjë, kësaj vepre absolutisht heroike që ke bërë për kohën, nga veprat më heroike që mund të ketë bërë një shqiptar i 50 viteve. Jemi qartë. Faleminderit. Them me binje të plot, si një gazetar që di shumë ngjarje të tjera të bujshme, por absolutisht nga veprat më heroike. Kështu që ti do vazhdosh të jetosh me këto dy gjëra, po që janë marrë edhe trishtimi, edhe vujtja ndaj atyre që kanë ikë, por ama edhe gëzimi që ti je gjallë dhe ke kriju një familje tanë dhe ke vënë një emër të madh në gjithë hapësirën, paktën në Shqipërisë veriut nuk bëhet llaf. Kështu që unë të falenderoj që ishe sot në bisedë me mua, nuk e di se si e ndjerë, rrëfimi jote ishte shumë i bukur. Unë ti nuk të harre kur, jo unë po s'kam për të harru ata familjarët ati në viktimeve, që dole ti, mas sa vitesh, mi i pasqyru zhanat. Në brava qoftë, e puna jote ka përqeneru më të jetën tëne. Falenderoj pas shumë. Shumë faleminderit. Shumë faleminderit. Ndërkohë që shkrimin e Aleksit, se du ta falenderoj Aleksin, edhe me këtë rast sepse realisht shumë prej atij kam marrë gjithë njohuritë e duhura, Aleks Noin, kolegun tim, dhe du ta falenderoj dhe shkrimi i Aleksit pastaj është punuar edhe në një mënyrë reportazhi që është bërë në një rubrikë misteret e Shqipërisë. Me radhë është futur, më pëlqeu kjo, kështu që aty është ilustruar paka shumë edhe me animacione, po që edhe me figura gjalla me radhë, e ndërtuar sipas bisedës që Aleksi ka bërë me ty, dhe unë them që ta mbyllim që njerëzit le ta ndjekin dhe një herë gjithë historinë që ne e rrëfyem këtu përmes Pashkut këtu në emisionin Kuvend. Shumë faleminderit. Shumë faleminderit. Ndiqni këtë dhe me mua sot Gjergj ndajemi nga ky emision shumë interesant, besoj do të vlejë shumë edhe për memorien historike, që janë shumë rëndësishme, ama edhe për të vlerësuar njerëzit, edhe për të qenë më të kthjellë ndaj një ngjarje që ka ndodhur këtu e 50 vite më parë. Mirupafshim në emisionin tjetër duke ndjek këtë reportazh që vjen më pas. Shoferi Pashk Frog Pali, me banim në fshatin Spitën të Lezhës, i ka ruajtur mirë kujtimet atyre ditëve, kur u bë heroi i zonës së Mirditës, apo njeriu që shpëtoi zonën nga goja e qenit ujk që vriste vetëm me një të kafshuar. Pashk Frog Pali është padyshim njeriu që ka meritat e shpëtimit të 10 njerëzve. Njeriu që vrau qenin ujk, i cili terrorizoi veriun e vendit duke shkaktuar 12 viktima. Madje, a i ka ruajtur edhe levën me të cilën qelloi qenin. E megjithatë, edhe sot nuk mburret me atë që ka bërë. Kafsha kishte vrarë 12 persona, e një prej tyre ishte kolegu i Palit, që kishte tentuar ta qellonte me armë. Historia për vite me radhë ka mbetur një mister. Madje edhe vetë njeriu që arriti të ekzekutonte kafshën e çuditshme, nuk di të thot as dhe sot se përse bëhet fjalë. Në ditën e dytë të ngjarjes, kur qeni ujk kishte bërë namin, duke vrarë njerëz në Kaçinar dhe kur shteti i kohës ishte në alarm, Pali me dy shokët e tij u jepnin 3 kamionëve në një rrugë në afërsi të Kaçinarit, vendit ku një ditë më parë kafsha misterioze kishte ekzekutuar fillimisht një kopë lopësh dhe më pas një grup të tërë njerëzish, që ishin nisur ta vrisnin. Makinat po ecën në karvan njëra pas tjetrës, kujton Pali, ndërsa karvanin e printe një nga shokët e tij. Ky i fundit, sipas shoferit, kishte në makinë një fshatar me armë. Në një nga pjesët e rrugës u ka dalë përpara kafsha dhe shoferi, duke kujtuar për ujk, pasi nuk e dini se çfarë kishte ndodhur një ditë më parë, i ka marrë armën fshatarit për ta qelluar. Ishte pamundur që plumat ta zinin, ai sikur i nuaste.
nuk trembej apo të largohej, por thjesht u dredhonte plumbave dhe qëndronte në vend. Tregon Pali që fillimisht e ka ndjekur ngjarjen nga makina e tij. Nga kabina e makinës së tij, ai ka parë se në momentin që shoferi printe karavanin e makinave, është përpikur të rimbush armën. Ujku i çuditshëm e ka sulmuar duke e vrarë në vend, me një të kafshuar. Shoferi i dytë ka zbritur për të ndihmuar shokun, por shpejt është detyruar të largohet i kafshuar nga kafsha. Pash Frok Pali, duke parë se çfarë ndodhi shokëve të tij, ka dalë nga kabina e makinës, ku përmes derës së hapur është ngjitur mbi karrocerinë e makinës, ku i është kujtuar se aty kishte edhe një levë të madhe e hekuri. Në sekonda kam gjetur levën dhe jam pozicionuar me të në drejtimin e mundshëm ku mund të sulmonte qeni, për të cilin nuk dinim asgjë se çfarë kishte bërë një ditë më parë. Nuk vonoj shumë dhe qeni duke ditur se ku ndodhesha unë, merr shpejtësi në drejtimin tim. Kur i afrohet karrocerisë me një shpejtësi dhe furi të madhe idhet në ajër në drejtimin tim. Kujton Pali deri në detajin më të vogël momentin që ndryshoi jetën e tij. Ai thot se e dinte që në atë minutë mund të ishte i vdekur, megjithatë nuk e priste të ishte hero. Në momentin kur kafsha e mistershve ndodhen në drejtimin e levës dhe ndoshta në të qindën e sekondës mund të kafshonte, ky e godet fuqishëm në kokë. Fati kishte qenë me të. Leva e kishte goditur në shenjë, në pak sekonda kafsha e çuditshme shëmbet përdhe. U shëm në tokë dhe nuk lëvizi më. Mora frymë lehtësuar, por nuk e dija se ai kishte shkaktuar 12 viktima në njerëz. Rrëfem për momentet kur i dha fund kafshës, që kishte përhapur terror në të gjithë mirëditën. Ndërsa kujton se dhe për shkak të frikës dhe se mund të kishte marrë ndonjë infeksion, ai për një muaj rresht nuk ka shkuar në shtëpi, por ka fjetur në makinë. Megjithatë, pas kësaj ngjarje, me urdhën e Pali Miskës, ai ka marrë një makinë të re dhe më pas është thirrur në parkun e transportit. Për 5 vite kam transportuar me Scania në çdo vend të Europës, deri në Portugali. Tregon, ndërsa thekson se policia nuk e kontrollonte më, e populli e nderonte në mënyrë të veçantë. Sot ai tregon se mban ende levën me të cilën ekzekutoi qenin e çuditshëm. Dyshim se kafshën misterioze e hodhën serbët. Një kafshë rrallë e cila nuk dije se nga vinte, sulmon një kopë lopësh e menjëherë pas kësaj vret 12 banorë të zonës së Kaçinarit. Ushtria mobilizohet dhe nis gjuetia e kafshës, që nuk u mësua asnjëherë se nga erdhi. Në fakt kafsha do të përplasej rastësisht me një autokolon makinash e pasi vret një nga shoferët e autokolonës dhe plagos shoferin tjetër, vritet nga Pashk Pali. Hetimet për ngjarjen kanë qenë intensive, donse në fshehtësi të plot. Është bërë gjithë inventarizimi i qenëve të kufirit të asaj kohe dhe është zbuluar se nuk ishte ndonjëri prej tyre. U than atë kohë se janë gjetur edhe 2 qenë të tillë të ngordhur në malësitë e Gjakovës. Megjithatë, në fshehtësi u fol se një ngjarje e tillë ishte produkt i lojës së sigurimeve të vendeve ballkanike, dhe sidomos dyshimet ishin se një lojë e tillë ishte kurtisur nga shërbimi i sigurimit serb. Dyshoi madje se kafsha ishte e përgatitur pasi ajo mund të hiqte armën nga dora e njeriu. E megjithatë, historia dhe kjo ngjarje e dhimbshme që terrorizoi dhe vrau njerëz të pafajshëm nuk u zbardh kurrë. Bashkëkohësit kujtojnë se infermieri pasionant Mark Ndoja ishte ndër më të angazhuarit për ndihmën dhe transportimin drejt Tiranës të të sëmurëve. E ndërsa shumë të tjerë mundoheshin të shmangeshin, Mark Ndoja shoqëronte me helikopter të sëmurët të rënd, që dërgoheshin në Tiranë. Por pikërisht vetëm 3 muaj pas kësaj ngjarje, tek Marku filluan të shfaqeshin simptomat e një sëmundje të çuditshme. Me shpejtësi të paparë, sëmundja përparoi edhe tek ai. Dëshmitarët të kohës konfirmojnë se simptomat e mjeku ishin të ngjashme me ato që të merruan mjekët e spitalit numër 2 në Tiranë gjatë tentativës për të shpëtuar viktimat e Kaçinarit. Megjithatë, vetë familjarët e konfirmojnë se diagnoza asnjëherë nuk u bë e ditur, ndoshta për shkakun se autoritetet e kohës donin ta minimizonin sa më shumë këtë ngjarje, e cila konsiderohej e rëndë për shtetin e asaj kohe. Pesëqind vjet u rrit Qinari, për ne brezat është më i pari. Kaçinari në emër të tij ka rujt fe, besë e burni.
qinari, për ne breza to është më i pari, ka qinari në emër ti, ka rujt zot o bese burni, në moj 20 o me 300 data, dite djelo 76, not pahon o me plot me shi, del një qeno në befasi, saj arusho që trupi ti. Qupi, tulan punen u dhe në javë puti, pren për kolla qaj gjallojri, aj qunë pima o pushkashti, u habzoni o anemal, ka qinar o po bëhet gjall, si vetima kanë dalë për jashta, një 6 burra të gjithë me spata. Me gjithë vazdi do prenga e pjetri, Simon Marku o me gjithë vla, kol karica o ka boza, bini bura se nomi u bar, ajo bisho qënta arstull, plagos ranë, por nuk ashtu. Janë gjako sot gjithë kanë qënë druhe, ruina zot o shetisht anue, nona do qyqe no atuen shunë top, gjithë njerëzia o janë për lot, na kishtë no qeni tërbue, zdim da serbi ashtetil shue, sa shumë burra o janë dëmtue, veç dhe shfati dy kanë shpëtue. Policia ka ardhë tek vendi, vin polico e vin ushtar, ashtë ngritën komo ka tunin bar, 3 orë lufto aty ashtë ba, me flakë helsa ose kanë vra, ke
Herë që të pushka e plasë potera, Simon Zefi o denë të tera, ku janë me catë gjelen po vete, shkun të zyrat se u bakja me te. Shoqiti me gjithë gru o udhes tu I shkuve ju del qeni oj ka dëm duhe fshatin gjegja no tu I dal drita ka shkue qeni tu hecë si pisha tre shofera o me makina nder usule do te gabina. Shpet goditi me lem hekri o cofte mbyti Markania o thret me zot Hajtën konë gjoni se kjo bot Gjithë ta burra o kanë qenë druve Bar njerëzia s'ka me I harue Tanë mirë dita o karonë zi 13 veto për dek janë shtri Në Tiranë spitalitë pesa Një nga një o I priti vdekja spitalit Qema e zeza o pika e halit Zhenj kur bini do del dërman Aj zeftota o burë azgan Me më dhanë neje o shteti muve Unë ish në me burë e gruve Por pushteti o ka urdhënue S'mund ke zefi o jo me I quë Madhë kiamet Nonat gjallo e djem të kanë vdek Markë konë marku o super lot Tre djem të ri o të vdekun sot
Zoti veç gajret, me faqe të bardho të tani kanë vdek, të prena e poshkja o dy kunata, prisin djem të njësojnë si baba. Pas vlla, tre jetima o rritja ka, i qojnë shkom o e i kamar tuve, kur ata s'kan me i harue. Sinon, Zotim barë gjithmon me jaudhon, të dy bashko kanë bagajret, për 24 vjet. Me nderim onë dhe kanë shkue, por të gjallë o e kanë dermanin, rujten fmitë rujten vatanin. Jetimat o janë burnue, kur mos raft o kjo me u harrue, vdiqen tan o për shoqi shojnë, brez pas brezito do i kujtojmë, vdiqen tan o për shoqi shojnë.